Kjo është 23 vjeçaria që goditi vëllain me thik pasi ky ushtroi dhunë ndaj nënës. Një incident i rënd familjar është raportuar mbrëmjen e djeshme në Prishtinë, ku një mosmarrveshje në mes të natës ka eskaluar me dhunë fizike dhe plagosje me thik brenda një familjeje. Mediat mësojnë se rasti ka ndodhur me 1 qershor 2025, rreth orës 22:30 në rrugën B në kryeqytet, ku është raportuar dhunë në familje. Sipas informacioneve të mediave, M.E ka deklaruar para policisë se pas një konflikti verbal, djali i saj Sami Emini, 30 vjeçare, ka kërcënuar dhe goditur me grushte në kokë dhe në trup. Në përpjekje për të ndaluar dhunën, vajza e saj Zana Emini, 23 vjeçare, ka ndërhyrë, por situata ka dalë jashtë kontrollit, ajo e ka goditur vëllain me një thik të kuzhinës. Të gjithë personat e përfshirë kanë marrë tretman mjekësor, përfshirë edhe të dyshuaren Zana Emini. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar thika që dyshohet se është përdorur për goditje. Pas ndërhyrjes së policisë, personat e përfshirë janë intervistuar me prezencë të avokatëve mbrojtës, ndërsa dëshmitari A.E është marrë në pyetje si dëshmitar kyç. Me urdhër të prokurorës kujdestare, rasti është inicuar për dhunë në familje, lëndim i lehtë trupor dhe mbajtje pa leje armës së ftohtë, ndërsa Zana dhe Sami Emini janë dërguar për ndalim për 48 orë. Hetimet për rastin janë duke vazhduar nga njësia për hetime të dhunës në familje në koordinim me prokurorinë.